Gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë detyrim për të paraqitur pranë policisë gjyqësore një herë në muaj për Altin Allbatin, vëllain e deputetit demokrat të qarkut Bledion Allbati. Në seancën e zhvilluar paraditën e së martes, pala mbrojtëse kërkoi lirimin e menjëhershëm të tij, duke cilësuar të palishëm arrestimin në flagrancë. Avokati Nevzat Taredhi theksoi se ndaj klientit të tij nuk shndronte asnjë nga dy akuzat penale, ndërsa prokuria sipas tij nuk disponon pamje filmike të ngjarjes, por vetëm disa fotografi të konfliktit. Në mbrojtje të vëllait ka dalë dhe deputeti demokrat Bledion Allbati, i cili ka hedhur akuza të forta ndaj prokurores dhe gjyqtares së çështjes. Ai reagoi gjithashtu ndaj komenteve të kryeministrit Edi Rama, të bëra një ditë më parë në një takim elektoral në Devoll. Unë skenua që Edi Rama të shmangte përgjegjësinë e tij për keqeverisjen 12 vjeçare dhe të merrej me një tallavat të tillë siç edhe u mor gjithmonë. A unë e pyes prokuroren, po dhe gjyqtaren, ama justifikojnë dot pse me urdhër të drejtorit policisë, dhe këtë ka pranuar prokuroria në sallën e gjyqit, drejtori i policisë delegoi që kjo çështje të punohej nga punonësit e policisë në Korçë, ndërkohë që ka kompetencë territoriale komisariati i Devollit. Dhe që këtu duket që është marrë personalisht dhe ka qenë e gjitha i skenuar. Megjithatë, unë e kuptoj, drejtori i policisë, Niko janë eunuk të pa burr, të cilit marrin urdhra dhe zbatojnë urdhra të verbër nga shefi i tyre Edi Rama. Unë dhe vllai im, as jemi trembur dhe as do trembemi asnjëherë. Ndërkohë, përfaqësuesit ligjor të Altin Allbatit kanë bërë të ditur se do të drejtojnë gjykatës apelit me qëllim kërkimin e një mase më të butë, duke kundërshtuar vendimin aktual.